Mendoj që sa më i ndriçuar të jetë një popull, sa më shumë të thellohet në muzikë, në letërsi, në dramë, në kulturë, në gjëra që e bëjnë të mendoj, aq më i pa gënjyshëm është. Nuk është vetëm zbavitës roli i artit. Është shumë më tepër se kaq, është ndërgjegjësues. Arti në përgjithësi është produkt shpirti. Dhe pavarësisht se teknikisht mund të dali perfekt, dhe me siguri shumë më mirë se sa një dorë njerëzore që bën dhe gabime, prap një kompjuter nuk e ndjen dot mallin, nuk e ndjen dot mungesën. Hej, përshëndetje miq të Kinotekës, mirë se erdhët edhe sot në këtë episod të radhës të Kinotek në Sol, aty ku si gjithmonë në 89.0 FM dhe në kanalin ton të YouTube na gjeni së bashku me kolegun Egon Loli. Përshëndetje. Përshëndetje Viola, përshëndetje të gjithë, si jeni, si po kaloni, si po shkon kjo mesjavë, a jeni lodhur ndo pak, ne do përpiqemi që t'ju japim sa më shumë energji pozitive sot, sepse do të flasim sot për artin sërish. Gjithmonë për artin. Se ka nevojë për më shumë hapësirë të flitet për artin sot, jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë, sepse në ka diçka që na ushqen shpirtin plotësisht, është arti në çdo formë të tij. Dhe kemi fatin e mirë që në Shqipëri ka pafund artistë të cilët na kanë përfaqësuar dinjësisht jo vetëm në Shqipëri, po edhe në skena ndërkombëtare. E një prej tyre është edhe e ftuara jon Merita Rexha Torshana, pianiste edhe pedagoge një herë. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Ne do të flasim sot për muzikën, do flasim për pianon, do të flasim pak edhe për jetën tënde profesionale, e cila jam e bindur është e lidhur drejt për drejt edhe me jetën personale nga ana tjetër, se jam plotësisht e sigurt që për ju artistët ajo që bëni është shumë e rëndësishme dhe shumë e lidhur me gjithçka që bëni në përditshmëri. Më lër ta lidh direkt me përditshmërinë. Sa piano ke në shtëpi? Do më thënë, e kuptoj, pianot më dha, tastiera, elektrike, të vogla dhe veglat të tjera veç pianos, se duhet kuptoj jetën e përditshme të rrethuar nga veglat e një artisti. Ke shumë të drejtë për këtë pyetje në fakt. Jo të piano është një nga ato veglat e mëdha. Se besoj një e ke, po nuk ke dy pianot më dha. Jo, nuk kam dy pianot më dha, do doja, por nuk e kam. Është nga ato vegla që të zë një dhomë kur është e madhe. Unë kam një piano të madhe, por kam dy piano, sepse kam edhe një piano të vogël, e cila është nga ato pianot që mund të luash edhe me kufje, me pianot Yamaha, të cilat janë elektronike, dhe duke qenë se jetoj në një apartament në mes të qytetit, nuk duaj që studimi im t'i bezdisi komshit, kështu që shumicën e kohës tani po luaj më shumë tek piano elektronike. Me kufje. Pra që e dëgjon vetëm ti në kufje. Dhe që ka natyrisht një buton volumi që mund ta ul volumin edhe nuk bezdis njerëzit. Po veglat të tjera? Okej. Jo, kaq kam. Okej. Piano ajo është mbretëresha për Meritën në këtë rast. Besoj se komshin nuk janë mërzit ndonjëherë, sepse ti bie shumë bukur dhe e shijojnë. Po pra, këtë do doja dhe unë të pyesja, unë do doja të isha komshie me Meritën. E dini që kam pasur shumë vite komshie, Luanën dhe Marina Vjollca. Në gjithë vend? Po. Okej. Dhe me të vërtetë që sa herë që i takoja i kërkoja falje, sepse unë studioja ore pa orë, me orë të gjata, po kanë qenë shumë gjentile dhe asnjëherë s'e ankuar. Cilat janë orët në të cilat ti më së shumti studion për pianon? Unë e kam rregulluar, do të thënë, e kam bërë orarin tim të mësimit në Universitetin e Arteve të hënë dhe tenjte. Janë 2 ditët që i kam kushtuar mësimit. Kështu që të martën, të premten, të mërkurën, mund edhe të jem edhe paradite, po përgjithsisht, për shembull mbas dite 5-7 është gjithmonë një orar që ja kushtoj pianos. Edhe paradite, edhe kur nuk studioj paradite. Themi studim sepse me sa duket, ky instrument është i pakon në studime dhe duhet gjatë gjithë kohës të jesh e përkushtuar për të përditësuar ndoshta gjithçka ose për të përmirësuar gjëra. Jo vetëm të ka lodhur ndonjëherë se ka muskujt përfshihen muskujt kanë nevojë për punë të përditshme. Më thënë është si një sportist shumë e mirë që mund t'i ketë gjërat shumë mirë në kokë se çfarë duhet bëj, po pa atë stërvitjen për ditë,
nuk funksionon. Kështu që edhe unë thjesht çohem në mëngjes dhe I bëj stërvitjen e muskujve gishta vetëm. Shiko, është ajo që e kemi thënë edhe herë tjetër që muzika ka një gjë, po e le të la. Si sporti, po e le. Si sporti, si çdo gjë tjetër. Si çdo gjë që lidhet me muskujt. Shumë. Po jo, ajo që duket kaq e këndshme është si puna e jogës, që të gjithë kur e nisin fillimisht e nisin me idenë që nuk do bëj palestër se nuk dua të ngrej pesha dhe kuptojnë që yoga është shumë më e vështirë se sa palestra. Njëjtë duket edhe puna me pianon apo me instrumentat e tjerë se fizikisht kanë përshtypjen të lodh shumë. Të lodh dhe dua ta lidh prapë me jogën që në momentin që ti e ke nisur studimin, ato muskuj të nesërmen sikur e të thrasin, sikur të kërkojnë që ti ta bësh atë punë për ditë. Më thënë, shumë ndodh mua të paktën që çdo ditë edhe kur më duhet të bëj ndonjë udhtim ose të bëj ndonjë pushim me javë, kam nevojë, më thrasin muskujt e gishtave që duhet shkoj ti praktikoj. Kështu që edhe yoga pak a shumë kështu është që muskujt sikur kanë nevojë të thrasin përsëri që ti duhet t'i bësh atë stretching apo atë kërkesën aty. Po që është gjë e bukur për një njerëz që është mësuar gjithë jetën me disiplinë si puna ime. Do vim dhe te disiplina, një tjetër kuriozitet, këto sëmundjet profesionale tani. A lidhet me të qëndruarit ulur për shembull çështjet e mesit? Si është kjo puna? Si çdo njeri, po kam përshtypjen kjo smundje dhe aty që ri në kompjuter sot në këtë ditë. Se qëndrimi është I njëjtë, ulur me kokën poshtë, cervikalja, në vërtet. Edhe gjëra të tjera, po duhet gjithmonë të bësh përveç ushtrimeve të gishtave të bësh dhe ushtrime trupit tashmë. Ta alternosh të çosh. Qëndrimi në të njëjtin pozicion është gjithmonë një problem. Vetëm se në dallim nga I kompjuterit, I cili mund ta marr laptopin edhe të shtrihet në krevat. Piano nuk mund ta ndryshoj pozicionin, nuk mund ta ndryshoj pozicionin. Pikërisht. Për të ndalur tek fillimet. Do nisim nga ty dhe do të mbërrim deri në ditët e sotme. 6 vjeç. Hera e parë kur prindrit dalluan talentin për piano. Si ishte ai moment, me ai sa mund të kujtosh ose me çfarë të kanë rrëfyer? Unë këndoja në përshpi dhe kisha muzikën shumë qef, ashtu siç e kanë të gjithë fëmijët. Dhe prindrit e mi do donin që të bëhesha violiniste, unë sapo pash pianon dhe dëgjova tingujt e pianos, kam pas shumë fat për këtë që kam pas këtë ide. E tregova dëshirën time që unë dua të bëhem pianiste. Më pëlqen si instrument, më pëlqen si tingëllim, më pëlqen çdo gjë te piano akoma dhe sot, mbas gjithë këtyre viteve. Kështu që ju futa këtij profesioni. Si gjithë fëmijët, jo me ndonjë entuziazëm të veçantë studimi, sepse të gjithë mendojnë që edhe fëmijët e mi e përfshirë, që të bësh pianiste është ulesh, ma mëso si bëhet dhe unë do ta bëj tani. Në fakt jo. Ai është një përparim shumë I ngadalt që vjen. Të duhet shumë vite të perfeksionohesh, për shembull babi im vazhdimisht kur isha studente, vinte aty te dhoma ime më thoshte, po akoma nuk e ke mësuar këtë instrument, edhe unë për shaka e pyesja tha, tani më thuaj drejtën, ti si mendon sa vite I duhet një njeriu? Po 4, për të mos të ofenduar ty që ke gjithë jetën dhe s'po e mëson. Puna është që është instrumenti më I thjesht për të luajtur për herën e parë, se tastiera është aty dhe ti direkt prodhon tinguj, po më I vështiri për të masterizuar. Për të bërë një pianist shumë I mirë duhen shumë orë pune. Kurse violina për shembull ose violonçeli, gjitha veglat e tjera, harqet, po dhe veglat e frymës duhet mësosh një herë se si nxirret tingulli, nuk si është direkt. Frekuencën e duhur të tingullit. Si e prodhon. Ndërsa në piano I ke të ndara, tank, po. Direkt mund të luash një melodi që orën e parë të mësimit. Po pastaj vështirësia është që dora e majt bën tjetër gjë, dora e djathtë tjetër gjë. Kështu që duhet thonë që pianistët kanë një lloj zhvillimi tjetër të trurit, sepse në të njëjtën kohë bëjnë dy gjëra. Bëjnë dhe këtë dhe këtë. Që nuk është e rekomandueshme, sepse zakonisht është e vështirë ta kesh fokusin në dy gjëra, po kur ta kërkon. Dhe jo, nuk rekomandohet fare sepse I bie që njërin mos ta bësh shumë mirë, po ne kemi të detyrueshme të bëjmë në të njëjtën gjë të mendojmë ndryshe me dorën e majt, ndryshe me dorën e djathtë, kemi edhe pedalin, ke këmba. Se mos harrojmë edhe pedalin, no? Është edhe pedali. Edhe pedali dhe këmba. Kam përshtypjen, Merita ti duhet të jesh shofere shumë e mirë. Manovroj mirë pedalin.
Dhe duke mësuar edhe duke marrë parasysh edhe faktin që kemi të dyja duar në veprim, instikti duhet jetë goxha i zhvilluar. Kjo ishte shumë e bukur se e kam pas bërë vet, po nuk e kisha menduar siç e theti që dora e majt bën një gjë dhe dora e djathtë bën një gjë tjetër. Vazhdimisht ke piano. Ke pianisti kjo është vështirësia që të dyja duart duhet jenë të pavarura nga njëra tjetra. Dhe prandaj është gjithnjë më vështirë pastaj perfeksionimi i materialeve të vështira në piano, kurse violina ka, po kjo është dhe bukuria, se violina për shembull bën vetëm një temë, bën vetëm një melodi. Kurse me pianon ti mund të luash çdo gjë. Atë që luan orkestra, ti mund ta luash në piano. Po. Me violinën, me trompën, me flautin, me violoncelin ti bën vetëm vion melodike ose vetëm vion shoqëruese. Me pianon ti bën çdo gjë. Prandaj ky instrument është. Pra bën edhe vjen e parë dhe vjen e dytë edhe vokalin edhe ti mund marrësh një simfoni dhe ta luash në piano me të gjitha zërat e saj, me të gjitha tingujt. Prandaj ky instrument është kaq është i gjerë, është shumë i gjerë, po themi. Ka potencial të luaj çdo gjë. Kur fillove ta duash realisht pianon, përtej asaj dëshirës një fëmijë kur sheh një instrument aq magjik, do thoja unë, dhe patjetër ka dëshirë ta mësoj dhe të jetë ai i përzgjedhur, sepse njëjtë reagojmë edhe ne që nuk për shembull se pregonin do ta testojmë më vonë, a merr vesh apo jo nga piano. Sa po e shoh një piano, dua natyrshëm të shkoj edhe të prek tastet. Po kjo s'më bën as të informuar rreth atij instrumenti, as pianiste nga ana tjetër aq më pak. Po kur fillove ta duash realisht? Pyetje shumë e mirë. Unë natyrisht që ka qenë kjo dëshira që një instrument që lëshon tinguj dhe të shkojë, dhe gjithë gjatë periudhës së 8 vjeçares nuk është që me ziprisja tu lesha piano, absolutisht e kisha pak si vështirësi, po hajde se duhet bërë, po janë provimet, dhe në të njëjtën kohë paralelisht isha edhe me mësime shumë mirë, kështu që fare mirë mund të kisha vazhduar dhe në gjimnaz. Tamam kur është, mendoj që të gjithë e kanë atë zgjimin në ndërgjegjen e tyre çfarë duan të bëjnë jetë rreth moshës 13-14 vjeç, pak a shumë të krijohet ideja se çfarë vërtet do, edhe është edhe ndarja midis shkollës mesme, drejtimit që të merr jeta. Në ato momente prindrit vërtet ma bën këtë pyetje që do të vazhdosh me që shkon mirë, do vazhdosh gjimnazin apo do vazhdosh liceun, dhe në momenti që të bëhet kjo pyetje ti vërtet duhet zgjedhësh tani. Dhe unë ishte viti që u bëra ndërgjeshme që duhet studioja shumë më tepër nëse duhet bëhesha pianiste mirë. Dhe sa më shumë që studioja, aq më shumë e kuptoja që ky instrument është mënyra se si unë mund të paraqes veten ndaj botës, mund të them atë që mendoj, edhe mund, nëse e them mirë, aq më mirë pastaj. Që në atë moshë e vendosa që të bëhesha pianiste për vërtetë. Kjo është e bukur dhe kjo lidhet me pyetjen tjetër që unë doja të bëja, çfarë është muzika për ty? Dhe e them këtë në momentin kur vërtet fillove ta kuptoje dhe ta jetoje, se janë ato vitet e para që mëson, studion shumë fort dhe nuk e ke shumë mendjen që të reflektosh mbi muzikën, po thjesht të perfeksionosh teknikën e veglës e instrumentit. Po kur fillon ta kuptosh që çfarë është muzika realisht? Shiko, ka qenë një proces shumë i gjatë për të arritur këtu. Mos them që vitet e shumë më vonë e kam kuptuar, ose më sakt e kam qenë ndërgjeshme vërtet se çfarë privilegji kam që bëj muzikë të bukur. Në periudhën, po e vazhdoj udhtimin në periudhën e shkollës mesme, thjesht emocionohesha, vazhdoja emocionohesha dhe mrekullohesha nga muzika dhe nga repertori i bukur i pianos. Po akoma nuk isha arritur atë fazën që asaj që di mirë tani, që të jesh pianist dhe të luash repertor të bukur është privilegj. Të kesh mundësi të luash, le të themi sonatën e hënës, apo vepra të tjera të mrekullueshme në piano është një privilegj. Dhe aq më tepër nëse di ta bësh mirë këtë dhe t'ia shfaqësh njerëzve. Po akoma në atë periudhë është tek të gjithë instrumentistët dëshira për virtuozizëm. Dëshira për të rënë fort, shpejt, për të bërë figura virtuoze, shiko sa shpejt e bëj, akoma është ajo periudhë. Dhe studentët që unë punoj tani, që janë 18, 20, 22 vjeç, akoma janë në këtë periudhë që kanë shumë qeft virtuozizmin.
Dhe ajo që i bën përshtypje te njëri tjetri është cirku, le të themi që filani era më shpejt se ky. Do thënë, janë faza normale të jetës këta. I riu kërkon shpejtësi dhe Fast and Furious. Shpejtësi dhe çmenduri. Shpejtësi dhe çmenduri. Kështu që është fazë normale kjo. Edhe unë e kam kaluar këtë moment. Sa më shumë që njeriu rritet, aq më shumë thellohet pastaj në përmbajtje. Dhe ajo që unë bëj tani si zysh, si profesora, unë përpiqem që ata ta shijojnë këtë muzikë edhe në përmbajtje, krahas me virtuozizmin, le të themi, të shikojnë dhe bukurinë e veprës që po luajnë. Çdo të thotë kjo. Kjo do të thotë që Ezem se unë jam njëri nga studentët e tu, për shembull dua të ma shpjegosh. Edhe duke qenë se e kuptoj pianon. Po jo në atë nivel, po. E kupton muzikën. E kuptoj, po. Kompozitorët që ne luajmë janë përveç që janë kompozitor që koha i ka treguar që vepra e tyre ka vlerë të paçmuar, sepse kanë 200, 300, 400 vjet që janë shkruar përpara, kanë qenë dhe filozof. Dhe mbrapa atyre veprave që ata kanë shkruar është edhe një mendim shumë interesant. Dhe përveç bravurës, le të themi, të listit, edhe atyre shkallëve dhe atyre arpezheve të shpejta që bëjnë përshtypje, është një filozofi jete. Le të themi, me që ngelëm ke liste. Dhe në fakt, më falë se të ndërpreva, po në fakt kur dëgjojmë muzikë klasike, të gjithë përfshihemi edhe futemi në një gjendje, mendojmë diçka, shkojmë më thellë se sa thjesht të dëgjoj disa fjalë që nuk është rastësishme, e ka bërë ai që të futesh ti, po. Për shembull, tek listi ka shumë vepra që Mephisto Vals për shembull është një nga ato vepra. Tani vet titulli e thotë që bëhet fjalë për djallin. Mefistofeli. Mephisto po. Që është nga vepra e Faustit të Goethes. E Goethes, po. Kështu që kush e di se për çfarë bëhet fjalë, nuk duhet patjetër të mirë është ta kesh parasysh edhe veprën, po pak a shumë bëhet fjalë për Faustin, që është ky njeriu normal, dhe Mephisto, që është ky djalli që kërkon ta mashtrojë. Po. Dhe ti çojnë në kokë ide të liga, le të themi, edhe ajo intriga që kemi secili nga ne gjatë gjithë jetës, që është kjo rruga e drejtë që ne dim që është e drejtë, po është edhe një ide intriguese që her pas here të Pra, ideja është kjo, nëse e kuptova qartë, që muzika klasike po flasim, po jo vetëm muzika klasike, po muzika e mirë. Po me që ishim të muzika klasike, është tregime, ndoshta poezi, poema dhe romane të shkruara në muzikë. Ka një mendim shumë interesant. Pra janë histori që tregojnë në muzikë. Po. Dhe unë përpiqem që studentëve t'i tregoj këtë histori. Dhe përpiqem t'i them atyre që dhe ata ta tregojnë këtë histori. Dhe ai njeriu që vjen në skenë dhe dëgjon një pianist, jo patjetër tani mirë është ta di se si është historia, ta di se kush e ka shkruar, çfarë periudhe po flitet. Po edhe pa këtë, energjia që një instrumentist i mirë prodhon, të zgjon ty ato mendime në kokë, le të themi. Se muzika, kjo është magjia e muzikës, që dhe pa fjalë, edhe pa ditur shqip, dhe pa ditur gjermanisht, dhe pa ditur frëngjisht, ty një muzikë e mirë e bërë në shekuj dhe që e ka atë vlerën, ty ta zgjon atë emocion. Nuk e nevojë të dish gjermanisht për të kuptuar me që jemi te sonata e hënës. Gjithë njerëzve i ngjall atë melankolinë ajo. Pa e ditë historinë sepse Beethoven e ka shkruar, le të theme. Por ti e dëgjon dhe secili nga ne ka përkthimin e vet. Dhe edhe përjetimin e vet. Është një gjuhë, po që nuk shkruhet dhe flitet me fjalë. Po. Është një gjuhë që flitet me ndjesi. Profesori im gjerman më thot një moment kur po më shpjegonte një nga sonatat e fundit Beethovenit, edhe më thot, më vjen shumë keq që Beethoveni këtë filozofi që kishte për jetën nuk e ka shkruar. Nuk e ka shkruar që njerëzit ta lexonin. Ta shkruante me fjalë. Me fjalë. Pastaj tha, megjithatë, jo, tha, nuk e mendoj kështu, sepse ata që e kanë shkruar, le të themi Hegel apo gjithë filozofët. Që ishin bashkosit e tij, po themi. Bashkosit e tij e kanë shkruar. Kurse dhe jo të gjithë e lexojnë. Kurse muzikën e Beethovenit, filozofinë e tij i vjen edhe atij, le të themi afrikanët që nuk di gjermanisht, edhe shqiptarët, edhe prap ka vënë fjalë ai. Prap ka vënë fjalë Beethoveni ke Simfonia e 9 dhe fjalët e tij janë që vëllazërimi dhe paqja midis njerëzve do ta shpëtoj botën. Po edhe pa i vënë këto fjalë, ti dëgjon atë himnin për shembull e Evropës, ta ta ti ta 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 ta. Dhe të vjen kjo ndjesia që
Po, vëllazërimi dhe paqja është ajo që duhet kemi që të jetojnë të gjithë të lumtur dhe ajo që do na çojë përpara. Sa magjikale është ajo që bën muzika dhe ndërkohë që po shpjegonim këtë, pra që nuk ka nevojë për fjalë për të marrë ndjesin, mua më kujtu, po vendosja në krahasim disa bare ku dëgjohet muzikë komerciale dhe disa bare të tjera, të cilat le të themi janë më të kuruara dhe zakonisht shkojnë njerëzit që mbajnë poste më të larta, përgjithsisht dëgjojnë muzikë klasike. Po, pse ka bare që dëgjohet muzikë klasike? Po. Këtu në Tiranë po thua apo Po besoj në Tiranë edhe kudo tjetër. Pak e çuditshëm duket, po tani çfarë bën vakill? Dhe kam përshtypjen që kjo gjitha është një strategji apo jo për të. Unë mendoj që strategji është kur ti I ve njerëzve vazhdimisht një muzikë repetitive, që është pothuajse bezdisëse, e thjesht fare me ato tekstet vam bum 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 bum. Ajo strategji për t'i mbajt të cekët, t'i mbajt sipërfaqësor njerëzit. Ndoshta po e teprojnë në këtë. Po mendoj që kjo nuk I bën mirë asnjëriut, se I lodh kokën. Edhe le në sipërfaqe popullin. Mendoj që sa më I ndriçuar të jetë një popull, sa më shumë të thellohet në muzikë, në letërsi, në dramë, në kulturë, në gjëra që e bëjnë të mendoj, aq më I pa gënjyshëm është. Do të thënë sa më I ndriçuar të jetë populli, aq më pak e gënjen një qeveri, nuk e tërheq për hundë. Dhe prandaj mendoj që arsimimi, edukimi I popullit ton është përtej luksit, le të themi, që të kemi sa më shumë njerëz të ndriçuar dhe njerëz të edukuar dhe njerëz me shkollë, kjo do ta çonte vendin përpara. Ignoranca është ajo që na mban mbrapa. Pajtohemi 100% me ty. Absolutisht. Asgjë për të kundërshtuar. Absolutisht. Sepse padyshim është më e thellë se ç'duket, domethënë duket sikur po çrëndsi ka muzika, letërsia, po jo, nuk është ashtu. Sepse një popull që pra nuk janë kështu lukse që të merresh në kohën e lirë, Jo, nuk është ashtu, nuk është vetëm zbavitës roli I artit. Është shumë më tepër se kaq, është ndërgjegjësues. Sepse shikoni vetëm vendet që investojnë shumë. Se ne kemi folur për teatrin që luan këtë rol, po besoj jo vetëm, edhe muzika. Po letërsia, po edhe muzika. Roli ndërgjegjësues politik, po flas të emancipimit politik të publikut. Dhe jo vetëm politik, po edhe fenomene sociale që ndodhin ditë pas dite. Arti ka mundësinë t'i godas me fines, pra pa e bërë të bujshme dhe të egër fenomenin dhe trajtimin e tij, por në një formë shumë të rafinuar, shumë këndshme. Një muzikë e bërë mirë, një muzikë le të themi intelektuale, në qoftë se do të përhapej në mas, vetëm do ta ndërgjegjësonte më shumë popullatën. Kurse një popullat që I jep, domethënë e ushqen me një muzikë shumë të thjeshtë, mua më duket sikur dhe mendimet ngelen sipërfaqësore pastaj. Nuk arrin dot të thellohesh, nuk arrin dot të dëgjosh zërin e mendjes tënde, nuk arrin dot të futesh në mendime më të thella, po ngelesh aty në sipërfaqe. Për hitet verore janë të tmerrshme për ta edukuar vetëm me atës popullatën. Po ndoshta në ver pjesa më e madhe vendosin që të jenë pak më chill, më kur ngelet si një limonate e shpejtë dhe e freskët, të gjithë e marrim atë, nuk ka diskutim. Se ka dhe një gjë që muzika e mirë do dhe angazhim mendor, patjetër. Po flasim për edukimin e vendit, e të rinjve, e popullatës, sa më shumë të ndërgjegjësohet me art, me kulturë, me teatr, me letërsi të mirë, aq më shumë populli do ecë përpara dhe do të jetë më pak I gënyer, le të themi, nga qeverit, nga politika, nga ata që duan të shesin gjëra të shpejta. Me që the për Beethovenin dhe për Hegelin, se ata jetuan fiks në kohën e revolucioneve. Dhe ishte I tillë ndërgjegjësimi I qytetarëve dhe I popullit. Pra ushqehej nga muzika e këtij, nga filozofia e këtij tjetrit që janë kokat të botës në sferat përkatëse të tyre. Që prodhoi atë ndryshim politik dhe social, kështu që nuk janë kaq pa diskutim. Dhe muzika Beethovenit nuk vjen rastësore, sepse para Beethovenit muzikantët ishin pjesë e oborrit. Ishin, domethënë çdo gjë ndodhej në një sallë, edhe në kohën e Mozartit. Mozarti ishte muzikanti I perandor, muzikanti I princit. E paguante ai. Kurse me revolucionin burgjez francez, çdo gjë ndryshoi.
Sepse nuk ishin më fisnikët ata që sepse u përmbys fisnikëria, po. U përmbys në Francë, në Gjermani në fakt. Por Beethoveni i erdhi kjo valë e revolucionit dhe natyrisht që heroi i revolucionar ishte pjesë e muzikës. Domethënë çdo gjë që ndodh reagon edhe letërsia, reagon dhe muzika dhe çdo gjë transformohet në bazë të realitetit që po ndodhet. Është shumë interesante kjo. Ja të ta them Viola, Beethoveni bëri një simfoni ose një pjesë të simfonisë së tretë për Napoleon Bonapartin, që ishte produkti i revolucionit francez dhe është e jashtëzakonshme ajo pjesë. Unë sa herë dëgjoj më kapin Sinfonia heroike, më kapin emocionet dhe shumë interesante që kur edhe Napoleoni përfundoi si ata që kishte përmbysur, pra perandor, ky e mori dhe e grisi partiturat, tha, po i ka thënë pse për ty e kam bërë këtë, kisha bërë një gjë tjetër. Nuk ja vlen. Beethoveni ka qenë shumë revolucionar, siç duket nga muzika e vet, shumë i fuqishëm. Mendoni një njerëz që nuk dëgjonte dhe merre me muzikë, domethënë një potencial i jashtëzakonshëm. Ai se kishte me të dëgjuar, aty vjen nga shpirti. Po mendoni se sa jo njerëzor ishte talenti aty. Dhe muzika e tij është shumë revolucionare, është shumë edhe në kuptimin muzikor të teknikës muzikore po flasim, jo thjesht në mesazh. Po edhe në kuptimin domethënë çdo njeri që do kishte një problem veshësh, nuk do merrej me muzikë, mendoj unë, në mënyrë racionale është që nuk po dëgjoj mirë, po bëj një profesion tjetër. Ai ka qenë mbi njerëzor përderisa duke mos dëgjuar, ka vazhduar, ka bërë muzikë. Mendoni se çfarë mua më duket gati e pabesueshme dhe duket si histori e trilluar nëse nuk do dhe nuk ka bërë një not gabim. Ne që jemi me vesh, me gjitha shqisat në rregull, vazhdimisht bëjmë gabim. Ai nuk fushim mbi njerëzore ka pasur. Dhe ai e ka bërë simfoninë e 9, e ka përsa ajo zgjat 20 vjet se ta kompozonte, po e ka përfunduar totalisht shurdh. Po. Edhe shumë vepra të tjera që janë kuartetet për harqe, vepra të jashtëzakonshme ose sonatat e fundit për piano. Dhe për një nga këto sonata, thoshte profesori im, sepse e gjitha është autobiografia e Beethovenit në tinguj, sonata e 31 dhe aty pothuajse her pas here ka vënë edhe fjalë, e kupton? Të tipit që çdo gjë mbaroi, sepse shikonte që vdekja ishte afërt. Dhe ajo është pastaj kërkon një orë gjys tjetër për të folur për atë, po kthehet në atë pesimizëm, janë nga momentet më dramatike të jetës së tij, po dhe të muzikës së tij, shumë melankolike, bie në melankoli shumë të thellë, po një njerëz si Beethoveni s'mund ta mbarojë ashtu sonatën dhe ngrihet triumfal në fund. Ka një gjë interesante për të rikthyer në kohën tonë me Beethovenin. Vetëm pak vite më parë, përmes inteligjencës artificiale, besoj ti e di, kanë arritur që të bëjnë simfoninë e 10 të Beethovenit. Ai ka lënë, nuk e di, ndoshta disa masa. Dhe më duket rreth një faqe partiture me disa masa, se jam i sigurt, po duke u bazuar mbi të gjithë konceptin e tij muzikor, me inteligjencën artificiale arritin që të bëjnë diçka që e quajtën Simfonia e 10. A do të ishte fiksa ajo që do ta kishte bërë Beethoveni po të mos kishte vdekur, kishte jetuar ca vite? Çfarë do kishte menduar Beethoveni nëse do ta dëgjonte? Nëse do ta dëgjonte, është si do ta komentoje për shembull, duke futur pak edhe teknologjinë tash në pjesën e muzikës. Frikshme. Është fjala e parë që më vjen ndërmend, po natyrisht që inteligjenca artificiale është një realitet që të gjithë duhet ta kuptojmë që kjo është jeta. Vjen në mënyrë racionale kjo, besoj, tek domethënë ajo ka bërë një inteligjencë artificiale ka bërë një simfoni në mënyrë racionale, duke marrë eksperiencën që vjen. Që nga pikpamja muzikore është shumë e mirë. Absolutisht, është perfekte, jam e sigurt. Po pyetja ime është dim ne se si çfarë momenti po jetonte Beethoveni nëse do të kishte vazhduar të jetonte. Mund të ishte i zhgënjur në ato momente që del një muzikë komplet tjetër. Do të thënë, në mënyrë racionale vjen te kjo simfoni. Po ku i dim ne se si janë. Ndonjëherë është mënyrë që ca gjëra të mbeten aty ku janë lënë, se inteligjenca artificiale si do shoh. Po kurioze jam natyrisht. Çështja është kjo, a është muzika produkt i shpirtit njerëzor ekskluzivisht apo është një produkt racional që edhe kompjuteri, makineria përmes algoritmeve mund ta bëj teknikisht shumë mirë, por përmbajtësisht edhe në shpirt pikë pyetje?
unë mendoj që arti në përgjithësi, edhe pse duket sikur jam e friksuar nga inteligjenca artificiale që po e them këtë, po jo. Arti në përgjithësi është produkt shpirti. Dhe pavarësisht se teknikisht mund të dali perfekt, dhe me siguri shumë më mirë se sa një dorë njerëzore që bën dhe gabime, prap një kompjuter nuk e ndjen dot mallin, nuk e ndjen dot mungesën, nuk e ndjen dot melankolin, dhimbjen, ai duke u mbështetur në eksperiencë të jep këtë produkt. Do të thënë, dhimbjen në Chopin e ka bërë kështu. Po ku e dim ne se si do ta ndjej Merita për shembull dhimbjen? Është një gjë komplet autentike kur e ndjen njeriu, për mendimin tim. Arti akoma do bëhet nga njerëzit. Perfeksionimi i tij natyrisht do të bëhet nga kompjuteri edhe në interpretim me siguri që do futet në mas të gjerë inteligjenca artificiale. Por në krijim akoma unë jam kurioze akoma për sensacionin e një njeriu, se sa eksperiencën e një kompjuteri. Po, a mund të jetë perfekt arti duke u munduar ta perfeksionojmë teknikisht? Ose vetëm teknikisht. Natyrisht që ka vlerën e vet. Unë do t'ju jap një shembull shumë të thjeshtë. Para 2 ditësh po shikoja Olimpiadën e skiator, si quhem, balerin vernakull. Po, në lojrat olimpike. Në lojrat olimpike. Dhe ishte një balerin me prejardhje ruse po amerikan, i cili bëri një lojë jashtëzakonisht emocionale dhe bëri një gabim dhe vuri të dyja duart në tokë. Gabim i madh. Për çdo sportist tjetër do ishte skualifikuar. Dhe më njëherë mbas tij ishte një japonez, një artist japonez, i cili e bëri çdo gjë perfekt pa asnjë gabim. Dhe ishte suspans, të gjithë po prisnin. Ky kishte nga ana artistike jashtëzakonshëm me gabim me duart në tokë. Japonezi perfekt, asnjë gabim, por jo me emocionin që ruso-amerikani dha. Dhe ishte shumë kurioze që juria nxori në vend parë amerikanën. Elin duket se quhet ai çune. Dhe më bëri të mendoj. Pra, ne akoma nuk kërkojmë perfeksionin, ne kërkojmë emocionin. Ne nuk e duam atë perfeksionin, kështu çdo gjë e matur. Bilaj filloi duke i qaj japonezi dhe unë atë momentin po mendoja, ai po pyet veten, qa gabimi bëra? Ky bëri gabim, unë bëra gabim. Nuk e di inshallah. Mos po vret. Aman sa ta njihen. Ai bëri gabim me 2 duart në tokë dhe nuk fitoi. Unë bëra çdo gjë perfekt dhe nuk fitova. Pra, njeriu dhe ne akoma vlerësojmë emocionin. Bukur. Dhe emocionin duket se dita ditës po e humbim. Ky është diskutimi. Po uroj që jo. Për shembull, edhe një shembull tjetër do t'ju jap. Ne tani në YouTube mund të arrijmë të dëgjojmë çdo lloj gjëje. Çfarë na teket. Por emocionin që një pianist ta jep në sallë është provuar që është 80% shumë më i madh nëse muzika po zhvillohet aty live, se sa po ti jesh në muzikë, në makinë apo në shtëpi dhe ta vesh. Unë këtë e kam besuar gjithmonë. Besoj që interpretimi live akoma ka vlerë. Besoj që një artist që performon aty dhe vibron bashkë me ty është tjetër. Ose salla kur ti shkon, përgatitet shkon dhe bashkë me 500 veta të tjerë në errësirë ti përjeton atë emocion që përjetojnë të gjithë. Është një energji që po ndodh aty me ty dhe ti sikur vibron edhe me këta njerëzit e tjerë që ulur. Kjo ndodh edhe në teatr. Pra ti në errësirë je me njerëz të tjerë dhe po përjeton të njëjtën gjë live. Kjo është e pakrahasueshme me atë që ti shef në shtëpi dhe ndalon edhe shkon në banjë dhe prap. Sepse nuk ta jep sidoqoftë atë ndjesinë e përfshirë. Prandaj ne shkojmë në teatr akoma sot edhe muzika që zhvillohet live të aty është një tjetër emocion. Ç'më bëre do nis pra pianon. Po prita testojmë një herë, do ta testojmë. Okej, jam apo si jam. Do ta testojmë një apo nuk je, po ndërkohë ti mund ta gjesh atë egon dhe të flasim pak për këtë tendencën e cila me sa duket është produkt i kohëve moderne. Një miksim i muzikës klasike me muzikën elektronike. Si e komenton? Je pro, kundër, skeptike? E pranon, duhet i përshtatemi kohës, apo e humbet vlerën? Unë nuk jam shumë pro e muzikës elektronike, duhet ta them që në fillim, po im shoq për shembull është shumë i apasionuar mbas muzikës elektronike. Dhe prej tij edhe prej fëmijëve pak kam filluar ta kuptoj edhe ta ndjek dhe e kuptoj që ka një
pjesë njerëzish që të cilët e shijojnë shumë muzikën elektronike, edhe kur përfshihet me muzikën klasike, absolutisht është një zhanër i ri. Dhe për sa kohë ajo shkon tek audienca, i tërheq njerëzit, është shumë mirë. Po unë vetë për shembull nuk dëgjoj dot muzikë elektronike edhe kur është e përfshirë me klasike. Nuk është në shijetet tua personale. Ti dëgjon vetëm muzikë klasike? Jo, absolutisht. Unë dëgjoj çdo lloj muzike që është e bukur, që ka një melodi që më tërheq. Për shembull në mëngjes, her pas here i ndryshoj, por nuk dëgjoj muzikë klasike. Përpiqem dëgjoj muzikë të mirë, në një këngë që më ka ngel në mendje, muzikë italiane, muzikë jam shumë mirënjohëse njerëzve që më çojnë muzikë të re, të bukur. Po për polifonin, çfarë mendon? Për baun. Jo për baun, flasim fillimisht për Shqipërinë, pastaj shkojmë tek baun. Polifonin, okay, te muzika shqiptare. Polifonia, siç e thotë edhe emri, është një muzikë e bërë nga shumë njerëz. Pra, poli do të thotë shumë edhe foni do të thotë zëra, shumë zëra. Dhe natyrisht që është një muzikë shumë komplekse. Dhe kam respekt për ata që e bëjnë, se nuk është e kollajshme. Më e kollajshme është kesh një zë dhe një shoqërus. Është një vlerë shumë e madhe e folklorit shqiptar, respekta, që tregon bashkëjetesë, që tregon që ti ditë jesh me edhe të si në një korr, pra të ketë shumë ide, të ketë shumë njerëz që thon fjalën e tyre dhe kjo gjithë tingëlloj mirë. Nuk është pak, është filozofi më vete. Një pyetje më vjen shumë natyrshëm, mund të jetë tërësisht pas një sens logjik. Pyetja, po a mund përfshihet pianoja për shembull si instrument në prodhimin dhe krijimin e muzikës polifonike? Përgjithsisht polifonia folklorike nuk kërkon shoqërim, sepse ata janë perfekt ashtu siç janë. Edhe i quhet a cappella, ato këndojnë pa e përfshirë. Por piano natyrisht që luan polifoni, edhe bën shumë mirë sepse ne kemi 10 gishta, po që mund të luajmë në 4-5 zëra. Dhe polifoni kishte të bënte edhe me Bahun, apo jo? Babai muzikës klasike. Do vim te Bahun, po. E ke gati? Tani. E gati e kam. Se u skuq e gori, u skuq. Është kështu që nuk e përballon dot për herë të dytë thuhet. Ndonjëherë me raste të ralla, kur jam në shtëpi edhe s'kam ç'a bëj, kam një tastierë elektrike. Edhe ule mësoj në një gjë aty të vogël, të shkurtër dhe e luaj. Dhe konkretisht është rreth 20 sekonda gjë nga sonata e Stuhis, Tempest sonata e Beethovenit. Vetëm ajo pjesa kryesore, ajo është duhet të jetë në allegro ose në presto. Unë e kam adagio, po themi, nga dalë se normalisht më mungon teknika dhe stërvitja që të bëjmë. Kështu që do ta tregoj edhe do më thuash, a jam për këtë punë ose ta lënë me. Po duam përgjigje të sinqertë. Patjetër. Si një zysh e vërtet që nuk ta bën qefin kot, po të thotë të vërtetën. Hajde Egon, jepi forca Egon. Okej, një sekund. Se prisja në fakt me të thënë drejtën. Më ke habitur. Është dora ime se ja ku është. Mos më jem se kisha. Çfarë mendon Zysha? Unë e shoh sigurisht jam amator. Qartë zgjidh. Wow, nuk e prisja këtë nivel. Sinqerisht, mendova që do të luajë një gjë shumë të thjeshtë, por nuk është e thjeshtë. Është Jo, ajo s'është e thjeshtë, ajo është ajo sonatë që luhet nga studentët, për shembull, është koha e tretë e sonatës numër 17 Beethoven. Komplimenta, patjetër, ke sensin ritmik, e duket që të pëlqen muzika edhe ke shumë të pëlqen ajo që po luan. Më pëlqen. E shikon Egon. Faleminderit. Nëse hera e parë nuk funksionon, provo të dytën. Dhe mos u
mos e hiq entuziazmin, po vazhdo luaj se është shumë qejf të biesh. Është e vërtetë, e shijoj shumë. Kjo është e vërteta. Më bën të ndihem mirë mbi të gjitha. Super. Më bën edhe shikoj, di si është, jam i dashuruar me pianon, po është një dashuri e cila për shumë rrethana nuk ka funksionuar, domethënë nuk ka përfunduar dot në martesë. Po nuk ka nevojë të përfundoj detyrimisht në martesë, mund të jetë një lëre një pasion që të jetë aty gjithmonë. Jo gjitha ëndra duhet të realizoni edhe që të mbaj shpirtin gjallë, sepse nuk e di, edhe unë do doja shumë të kisha një piano në shtëpi, po nuk e kam, edhe mirë që nuk e kam, se nuk e di që do kishin hequr fshinjët e mi. Tani me këto pianot që kanë dhe volum, mund ta ulësh edhe luan vetëm për çfarë. Po shijon ndryshe kur gjohet në të gjithë. Po me që ishim tash tek të mësuarit e pianos, po flistim pak më parë edhe për kompozitorët. Edhe unë të thash që ma ka nxirr jetën, po ma ka nxirr ama ky Johann Sebastian Bachu. Nuk e di, ma ka nxirr vetëm mua apo e thon edhe studentët e tjerë, apo edhe ty kur ke qenë në fazën e studimit. Sepse çka ka ky që na merr shpirtin, që sapo thonem, mënyra se si Bachu ka shkruar, pra shumë zërshe. Dhe nuk është kollaj, sepse është shumë më kollaj të bësh melodinë dhe shoqërimin. Edhe gja kjo është e vështirë, siç tham se janë dy gjëra në të njëjtën kohë. Tani jo dy gjëra, po 3-4 gjëra, sepse Bachu ka shkruar me 3, 4, 5 zëra që mund të luajnë invencionet apo prelude fugat, veprat e tij të vështira. Por është babai i muzikës klasike. Bile shpesh thuhet një Bercalet, nëse mund ta themi, që Beethoven i shkon, vdes dhe shkon në qell. Edhe i del Zoti dhe i thot, ti je kaq i rëndësishëm sa ne do të vëmë ty drejtorin e orkestrës së qellit. Ai thot, nuk e di, ai meritoi Zot sepse është Bachu, domethënë më i rëndësishëm se unë. Dhe Zoti thot, po unë jam Bachu. Kështu që mendoni sa i rëndësishëm është për ne, ai është mbi të gjithë. Po kompozitorë të tjerë të vështirë në fazën e formimit dhe të studimit? Patjetër që ka. Le të themi, historia muzikës fillon për ne patjetër edhe me kompozitor përpara, po më i rëndësishmi është Bachu. Më pas vjen periudha klasike, që është Beethoveni. Haydni, Mozarti, po Beethoveni më i spikaturi, dhe më pas ashtu si në letërsi dhe edhe në arte të tjera vjen periudha e romanticizmit, që ka pasur një prurje shumë të madhe kompozitorësh. Ku nuk ishte më Zoti, sepse në kohën e Bachut ishte çdo gjë ndodhte në kish, dhe çdo gjë ishte e lidhur me fen. Tek Beethoveni dhe Mozarti në periudhën klasike dolin në aristokraci, në salla, në kështjella, dhe në periudhën romantike ishte njeriu tashmë heroi i ngjarjeve. Në shekullin e 19. Në shekullin e 19. Kështu që ka një boom të krimtarisë, ka vepra të jashtëzakonshme të shkruara. Mbaj mend Schumannin, Schubertin, Georges Bizet, Brahmsi, Liszt, Tchaikovsky, Dvorak. Sot në Shqipëri, do duhet të ndaleshim këtu në realitetin shqiptar. Kujt i përket muzika klasike? Sot. Kujt i përket, kush e luan apo kush e dëgjon? Kush e dëgjon? Kush e dëgjon. Në fakt, për fat të mirë, duhet të them që gjithnjë më shumë po i shikoj sallën e teatrit opera, sallën e Universitetit të Arteve më shumë njerëz që vijnë. Tani që po flasim, është një opera që unë mezi gjeta ftesa dhe bileta për të shkuar. Pra njerëzit janë të interesuar tek arti klasik. Për mendimin tim, siç u thash edhe në fillim, sa më shumë të përhapet muzika klasike, aq më bukur është, sepse tregon që populli është i ndërgjegjshëm dhe i pëlqejnë gjërat e bukura dhe i pëlqen të thellohet. Dhe nuk i pëlqejnë vetëm gjërat sipërfaqësore, po i pëlqen të ulesh dhe të dëgjosh një koncert simfonik 2 orë. Të ulesh dhe të shikosh një opera 3 orë e gjysmë apo 4 orë. Ti ke kohë të mendosh, të dëgjosh zërin e vetes, të dëgjosh të thellohesh në ato që mendon dhe në ngjarjen që po ndodh. Kjo tregon që publiku shqiptar ka gjithnjë më shumë dëshirë për muzikë të mirë edhe të kualifikuar. Për fat keq që ndodh vetëm në Tiranë. Nuk ka pothuajse asgjë në rrethet, po mos harrojmë që dhe aty po rritet një brezëri dhe aty ka të rinj që kanë nevojë të ta ndriçojnë mendjen e tyre. Kjo për fat keq gjithnjë më pak bëhet. Për të rikthyer në Shqipëri tek muzika klasike, ne folëm
me qira fjala, pse janë kaq shumë gjerman që janë tek pjesa instrumentale dhe kaq shumë italian dhe kaq shumë italian tek në opera. Po sepse si ka mundësi që i kanë kap këto. E vërtet. Sepse aty ku le të themi ka një kompozitor, ishte Bahu në Gjermani, i cili krijon traditën. Si një trunk përhapi degët. Ashtu është edhe në Rusi, gjithashtu ka një shkollë shumë të mirë të muzikës klasike, që gjithashtu përhapi degët. Po në Rusinë e dim ne është për balet. Edhe për balet, po dhe për muzikë klasike. Dhe ka pas një moment shumë të rëndësishëm politik, mbas luftës së dytë botërore, që filloi kjo lufta e ftohtë, kjo nuk ndodhi vetëm në luftën e yjeve që ne mbajmë mend. Me Reaganin atë. Ju jeni shumë të rinj, po lufta e yjeve ishte shumë prezente në luftën e ftohtë. Pra konkurenca bëhej kush shkonte më parë në hën, kush bënte sa më shumë raketa. E njëjta luftë ndodhi edhe në muzikë dhe posaçërisht në piano. Po? Sepse gjithnjë më shumë po bëhej konkurenca se kush do të kishte instrumentist më të mirë. Dhe një nga le të themi skandalet më të mëdha ishte që konkursin e Tchaikovskit e fiton një amerikan. E merrni me mend se çfarë skandali që në Moskë Cliburn quhet ai artisti amerikan që bëri namen. Po ndoshta mund ta keni parë pak, po ju kujtoj në ping pong tek Forrest Gump. Ju kujtohet ai momenti midis amerikanëve dhe me Tom Hanks dhe me kinezëve? E njëjta gjë ndodhi dhe në piano. Domethënë rusët u çmendën kur ky amerikan fitoi konkursin dhe un kam lexuar kujtimet e një rusi, pianisti shumë të njohur, Ashkenaze quhet, Vladimir Ashkenaze, që erdhën, e morën, i thanë, ti do marrësh pjesë pas 2 vitesh te konkursi. Dhe ai shkreti tha, nuk e dia, do marrësh pjesë s'bën se gjithë familja do internohet, ti do studiosh shumë mirë, do fitosh. Dhe ai me vërtet fitoi pastaj se kishte potencialin, po mendoni që lufta politike u zhvillua edhe në art, edhe në kulturë, sepse dy superfuqit po përballeshin se kush kishte më shumë potencial, kush kishte më shumë le të themi talente për të dalë përpara. Sa mirë që kishte konkurse për më të mirë dhe atëherë tani duket sikur ka konkurs kush ka prodhon më shumë budallë në fakt. Ja, nuk besoj që është. Edhe më shumë sharlatan, edhe personazhe problematik. Te kjo e dyta është. Në fakt kjo është ka një dukuri të tillë. Për të ardhur në Shqipëri, folëm për Tchaikovskin, Beethovenin, Mozartin, Verdin, këta italianë të operas, Rossinin, Puccinin. Tani në Shqipëri, kush e ka bërë dhe e përfaqëson në nivelet më të larta artistike muzikën tonë klasike. Që të flasim pak për vendin tonë. Kush është Beethoveni ynë për shembull, po ja fuskot. Ose Verdi ynë i operas. Nuk e di, qofse kemi ndonjë. Po kam një përgjigje për këtë. Beethoveni ynë është Cezadeja. Po. Kompozitori i madh, për cilin kam shumë respekt. Nuk ka shkruar shumë vepra, pa ato që ka shkruar janë absolutisht shumë profesionale. Verdi ynë është Prenk Jakova, i cili ka bërë operan e parë, operan Mrika. Po. Dhe këta kanë qenë, si le të themi, themelusit të shkollës shqiptare të muzikës klasike. Shkodran të dynë, mos gaboj. Shkodran të dynë, fakt, po. Dhe Cezadeja mos gaboj ka bërë diku te 5 simfoni, jo, 5 kemi në total, po. Ka shkruar pak vepra, ka shkruar një sonat për violinë dhe piano, pa ajo është ngelet më e mira, ka shkruar pak pjesë për piano, ato ngelen absolutisht të pakrahasueshme me çdo gjë tjetër që ka ardhur mbrapa, dhe kryesorja ka qenë pedagogu i të gjithë kompozitorëve të tjerë që kanë ardhur më pas. Prandaj them që është babai i muzikës serioze shqiptare. Mrekulli. Dhe kur flasim për pastaj aradhën e gjatë të kompozitorëve të tjerë, mund të përmendim shumë emra. Besoj ti mund edhe të na i thuash po dhe me specifikat e gjithë. Brezi i dytë pas Çezades, Tonin Harapit, ky ka qenë brezi i parë. Tonin Harapi Çezadeja. Tonin Harapi, shpresoj mos harrojnë një Prenk Jakova. Këto kanë qenë brezi i parë që kanë studiuar dhe jashtë shtetit, Çezadeja në Bashkimin Sovjetik, po në Moskë. Nikola Zoraçi. Këto kanë qenë brezi i parë, të cilët kanë pasur student, Fehim Ibrahimin, Limos Dizdarin, Aleksandër Peçin, brezin e dytë kompozitorëve, Ferdinand Deda, i cili vetëm para pak ditësh kishte 85 vjetorë dhe unë luajta pikërisht në një nga te kjo mbrëmje që i kushtoi atij. Dhe janë figura në fakt që kanë dhënë shumë për kulturën shqiptare, që nuk është shumë
shekullore, siç janë kulturat në Evropë, por nuk është pak, sepse edhe 63 vjet që ka shkolla shqiptare nuk janë pak. Dhe këta njerëz kanë dhënë për kulturën shqiptare dhe ne duhet kemi gjithë mirënjohjen edhe ti kujtojmë, sepse një nga studentëve mi jam tha, "Zush, kush është Ferdinand Deda?" sepse Baba i Elton Dedës. Eksakt. Baba i Elton Dedës. Po, tash nuk është vetëm baba i Elton Dedës, studente e muzikës. Po. Okej. Po, nuk ka faj, sepse ndoshta është përgjegjësia jonë që duhet ja kujtojmë vazhdimisht, jo me një herë. Kush është Beethoveni shajqenit e filmi? Kam edhe një moment shumë të... është shajqeni që quhet Beethoven, e ke parë filmin? Kam edhe një moment, në klasën time, në mur është Bau, Beethoveni dhe Brahmsi. Okay. 3 kompozitorë të mëdhenj, dhe më vjen një student, edhe në vitit parë, sa po kishte hyrë, edhe më tha, Bau, tha Beethoveni, po ky tjetri kush është? Unë po shikoja se unë mendoj që të gjithë e njohin, tha. Mirë do ishte, tha, Zush të kisha dhe emra poshtë këtyre kompozitorëve. Domethënë, ne harrojmë, ne mendojmë e marrim mirëqen që të gjithë i njohin. Në fakt, unë si pedagoge, po edhe ju si media, kemi vazhdimisht përgjegjësinë që ti mësojmë brezit që vinë atë që dim. Po mua për shembull mund të ndodh unë që jam në një fushë krejtësisht tjetër të mos njoh disa kompozitor. Edhe pse ata që i njohin gjithë është e pashmangshme mos ti dish të paktën emrin edhe ndonjë vepër. Po për një student muzike, e vërtet. Aq më tepër po flasim për një emër shqiptar. Po, e vërtet. Që mos ta njohësh, duket pak e çuditshme. Tani unë mendoj që Ferdinand Deda ka hyrë në shtëpiat e çdo shqiptari sepse ka qenë dirigjenti në festivalet e Dhjetorit, në festivalet e Pranverës, portreti i tij kështu gjithë energji. Unë besoja që e njihnin gjithë, po me sa duket, duhet ja kujtojmë edhe duhet jo vetëm kur të ketë 85 vjetorin, por vazhdimisht t'ia kujtojmë popullit edhe brezit të ri se kush ka qenë ai edhe çfarë kontributi ka. Reagimi i cili ishte? U habita pak, me thënë drejtën, edhe mu kujtua kjo që duhet bëjmë më shumë në kujtimin e figurave të rëndësishme të kulturës shqiptare. Kur themi duhet bëjmë më shumë, çfarë mund të bëjmë konkretisht? Unë vetë jam mirënjohëse si natyrë dhe mendoj që ata që kanë dhënë për kulturën duhet të kujtohen. Dhe nuk mjafton vetëm një herë kur të ketë ditëlindjen, po vazhdimisht në ata që bëjnë kalendarin e aktiviteteve, po flas për orkestrën, radio, televizionit, teatrin, operës dhe baletit, të kenë pa u lodhur edhe pa mos të duket sikur shumë muzikën kombëtare në program. Sepse vetëm kështu ne mund ta kujtojmë atë. Edhe të gjejmë dhe forma të tjera, të shkojmë edhe atyre studentëve dhe atyre edukimin nëpërmjet artit, ta bëjmë edhe me pjesën kombëtare. Duhet vazhdimisht ta kujtojmë këtë. Absolutisht. Duhet i kemi edhe si në kulturën tonë të përgjithshme, duhet i kemi më mirë parasysh. Më prezent kompozitorët, pianistët, instrumentistët, violinistët, për të cilët unë doja të të pyesja për shembull se ti je e pianos më shumë se sa e kompozicionit dhe duke ju referuar edhe mësuesve të tu, pedagogëve të tua, diçka kam dëgjuar që e ke treguar në një emision tjetër. E ke folur me shumë, po themi, për pedagogen tim. Po, për pedagogen tënde. Tani pedagogja ime është Margarita Kristidhi. Zush Baby që e quajmë neve, që ka qenë nga pianistët e para shqiptare. Dhe jam absolutisht shumë mirënjohës se që janë të gjithë, po që ta hynë tek ato njerëz që ka vënë gurin e themelit konservatorit shqiptar. Kështu që pra kemi pasur se mbase kanë nga ata që dëgjojnë tani edhe nuk e din, plotësisht me drejt ata që mund të jenë brezi i ri, dikur ne kemi pasur konservator. Është quajtur konservator ajo që tani njihet si Universiteti i Arteve në Tiranë. Në historia e shkollës është që në 1962-shin fakulteti i muzikës që është tani, u themelua si konservatori i shtetit, konservatori i Tiranës. Emër që në fakt e kanë të gjithë shkollat e muzikës në botë, me thënë drejtën quhen konservator. Më pas, duke qenë se në këtë ndërtesë u fut edhe piktura, edhe arti dramatik, arti skenik, duhet një emër tjetër, se konservatori nuk ka piktor. Dhe u themelua Instituti i Lartë të Arteve, në vitet 70, besoj.
Dhe mbas 90-s, ku ky emër shumë socialist duhet të ndryshonte, u kthye në Akademinë e Arteve. Kjo quhet shkolla që unë kam mbaruar. Dhe më pas u çuar në një shkallë më tej, u bë konservator, u bë Universiteti i Arteve që njohim sot. Ama po që trasim Akademia e Arteve. Akademia e Arteve. Që i shkon, me thënë të drejtën më pëlqen më shumë. Po edhe mua më pëlqen më shumë Akademi se Universiteti i Arteve, me thënë drejtën si terminologji, po ata që e kanë vënë e mendojnë këtë gjë. Po. Kanë kaluar diploma e universitetit ka më shumë vlerë për studentën, sepse është një shkallë më lartë. Akademia në botë është një çik më e ulët se universiteti, pra për diplomën e studentit ka më vlerë universitet. Por akademia na pëlqen sepse nuk është si gjithë universitetet e tjera, ka një specifike dhe tingëllon më bukur. Si do ta krahasoje ti veten kur ishe studente me studentët e tu sot? Ka shumë gjëra që janë ndryshe për kohën që unë kam qenë studente. Duke filluar nga motivi, për shembull kur kam qenë në shkollë të mesme, akoma të bëheshe pianiste ishte shumë më e vështirë, kishte shumë njerëz që konkuronin, konkurenca ishte më e madhe, ishte akoma, po jo, kur unë kam qenë studente duhet ta gjeje vetë punën, po ishte akoma një nga ato punët me prestigj, e mira, le të themi. Me prestigj, inshallah është akoma sot. Kurse sot ka më pak motive, sepse vendi ku ti mund shkosh të punosh si pianiste është më pak i zgjedhur. Domethënë shteti nuk të siguron dot gjë. Po prap unë mendoj që interesi për të studiuar piano vazhdon është, sepse ka shumë fëmijë që duan të mësojnë piano, kështu që ka shumë qendra ku pianistët që mbarojnë shkojnë edhe japin mësim. Ka gjithnjë më pak solist pianist, sepse dëshira ime, edhe besoj gjithë atyre që studiojnë piano, është të dalin skenë dhe të luajnë piano. Patjetër. Kështu që ky është ndryshimi, por ai që spikat prapë e gjen rrugën për të shkuar ke skena. Ai që harxhon më shumë kohë, ai që ka më me entuziazëm, ai prapë shkon. Arrin të shkoj drejt skenës. Ne urojmë edhe shpresojmë për gjithë që të shkojnë drejt skenës, se matemendja kush pianoja është ai instrument që niset që në vogël, kështu që të kalosh një jetë të tërë. Edhe një fëmijë të vogël nuk është që t'jap mësim piano. Është zakonisht të dalë dhe të ketë sa më shumë njerëz të më dëgjojnë dhe unë ta shpreh veten time. Absolutisht. Si qendra e një piktori është që të bëjë ekspozitën e vet, nuk është thjesht të jap mësimin pikturore. Dhe nuk ka gjë më të bukur, sinqerisht unë e quaj privilegj të madh për veten që të kem audiencën time dhe të dal edhe të luaj dhe të ketë njerëz që ta pëlqejnë dhe ta shijojnë atë muzikë. Nuk ka gjë më të bukur. Merita, të lutem na thuaj një këngë që ti e dëgjon së fundmi dhe të pëlqen. Jo klasike, se nuk e vëm dot Beethovenin, domethënë Beethovenin e vëmor, po ju them këngën që dëgjova sot në mëngjes. Okej. Më ka lënë mbres Ornella Vanoni me Santa Allegria. Okej. Që e këndon së bashku me Muhamet. Do ta vëmë që ta dëgjojmë dhe rikthehemi. E gon përpara se të dëgjojmë këngën, ty qoras me ndonjë bono? Patjetër. E do këto të pëlqen kjo? Po, ma jep atë. Okej. Zysha cilën do? Me çokoladë. Me çokoladë. Kjo këtu kam përshtypjen. Kjo është me vanilje. Duhet të jetë ska gjë edhe një tjetër e pranoj. Asnjëra nga këto nuk është me çokoladë, por mendoj që kjo është me shiet mirë, është me vanilje. Faleminderit. Dëgjojmë këngën dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer sërish për të vijuar me bisedën me Gonin edhe me Merita Rexha Tërshana. Edhe Rexha edhe Tërshana. Ka një histori pas zgjedhjes së të mbajturit të dy mbiemrave? Po, ka një histori që është shumë e thjeshtë. Në fakt, unë jam Merita Rexha, kur jam lindur, është emri i babait tim, i familjes time, dhe ashtu ndjehem. Pasi u martova, ishte momenti që duhet zgjidhja, dhe isha midis asaj që të ndryshoja identitetin, që se kisha me shumë qef, sepse akoma në shkollë po të pyesësh kërkojnë Merita Rexhën, por në të njëjtën kohë do doja që të isha në një familje me fëmijët e mi, edhe me burrin tim, kështu që e mora dhe mbiemrin Tërshana. Po në fakt ndjehem Merita Rexha akoma. Kështu që i mbaj të dyja. Shko se se ma kujtoj Viole, jam kurioz tash. Me bashkëshortin si nisi, se nuk besoj që ka qenë muzika që ju ka bashkuar, apo jo? Jo. Nuk, domethënë ka qenë një histori tjetër, po themi. Njohje në të dy ishim 23-24 vjeç.
22 kur e kam njoftur dhe 23 gjysmë kur jemi lidhur. Ishim në të njëjtën shoqëri. E kuptoj. Dhe pra miqtë e përbashkët na kanë afruar edhe ishte një moment që unë nuk po dija çfarë të bëja, sapo kisha mbaruar shkollën, o do të shkoja të studioja, të vazhdoja studimet jashtë. Ai studionte jashtë në Austri dhe nuk po dinte çfarë të bënte, të rinte në Austri apo të vinte këtu. Dhe siç e tregoi historia, të dy vendosëm trim këtu dhe ta ndërtojmë jetën në Tiranë. Bukur. Ai nuk ka lidhje me muzikën. Nuk ka lidhje me muzikën, ka mbaruar shkollën për ekonomist dhe ka një biznes në Tiranë. E kuptoj. Po besoj të dyja janë të vështira, po njësoj, edhe muzika edhe ekonomia, kështu që kjo duhet jetë pika e përbashkët. E gjeni gjuhën e përbashkët shpesh, duke qenë se bëni gjëra shumë të ndryshme. Matematika tregon. Mbas 30 vjetëve që jemi bashkë, tregon që jemi marrë vesh. Tashti në harkun e 26 vjetësh martesë, natyrisht që është një rrugtim. Janë faza të ndryshme që njeriu kalon në jetë, po jemi bashkë, kemi këtë familjen bashkë me 3 fëmijët. Që... Dhe si është një mami pianiste me fëmijët e saj? Pra, në sensin e trashëgimisë së profesionit, të pasionit, ta rris fëmijën me dashurin për artin. Këtë do doja dija. Unë do doja dija përgjigjen e fëmijëve të këtë, se si është një mami pianiste, po Vanessa goca ime më ka thënë një gjë shumë interesante, kurioze, që unë mendoja që të gjithë fëmijët shkojnë në shtëpi dhe mami është duke studiuar piano, edhe mami studion piano. Me thënë, realiteti e përditshmëria për fëmijët e mi ka qenë ky. Që ata vinin, unë isha duke studiuar piano, pastaj ne kemi pasur një traditë që ata vinin rreth orës 1, 2, 3 nga shkolla, hanin drek, shplodheshin, tregonin çka kishin bërë dhe në orën 5 të gjithë uleshin për të bërë detyrat. Ata uleshin për të bërë detyrat, unë ulesha për të studiuar piano. Dhe ky ishte orari i studimit për të katërt ne. Dhe nuk diskutoj, dhe kur çoj ndonjë, mbaj mend tani janë mbi 20 vjeç të tre, kur çoj ndonjë tha, ku po shkon? Po të shkoj të marrë një gotë ujë, e kupton se si bibliotekë shtëpia, unë studioja piano ato. Në orën 7:30 e përfundonim ato detyrat ne unë në studimin edhe hanim darkë, e bënim ato aktivitetet që bën çdo familje tjetër. Po studimi pianos i imi shpresoj që mos ketë ndikuar që ata nuk e vazhduan shkollën, sepse ishte shumë tinguj vazhdimisht, po ata e njohin shumë mirë muzikën klasike. Okej. Dhe gjë e bukur është që edhe mbasi ikën nga shtëpia që studionin diku tjetër, të tre kanë studiuar duke dëgjuar muzikë klasike. Kjo është shumë e bukur. Me kufje. Do të thënë ishte bërë një përditshmëri për ata, një lloj kërkese. Unë habitesha kur goca ime për shembull e madhe më çonte me screenshot që tani po dëgjoj këtë pjesën që kam dëgjuar nga ty, Claire de Lune e Debussy për shembull. Ku më qelloi që tani po dëgjoj këtë. Kurse çuni im dëgjon Paganini që është për violinë, duke bërë detyrat e matematikës. Ne jemi për piano. Jo, thot, ky është si më preciz. Paganini është më interesant me bë matematikë. Interesante, po nuk ka qenë e vështirë rritja dhe edukimi i 3 fëmijëve në kushtet kur instrumenti kërkon angazhim të madh, besoj. Ka qenë me vërtet një sfidë. Nuk e di se si ja kam dalë, nuk e di. Kanë qenë kur unë kam qenë në vitet e mia të 30-ta, do të thënë 30 e ca vjeç, 3 fëmijë që u bën në periudhën e 6 viteve, do të thënë kanë shumë pak diferencë me njëri tjetrin. Këtej fëmijët që rriteshin këtej, unë që se kam lënë asnjë moment studimin edhe koncertet, natyrisht shumë impenjative, nuk e di se si më kalonte 24 orë. Vite fortunë, ëh? Vite fortunë, po them që gjithë lodhja ja ka vlet. Sepse unë, mbasi ata u rritën, kam profesionin tim, kam planet e mia, për prindrit edhe për mamat që janë në kushtet e mia, që janë rritur fëmijët, është shumë problematika në momentin që ata ikin nga shtëpia. Sepse ti ndjehesh pa pritur vetëm. Më thënë, është ai sindroma empty nest që quhet, që ndjesh pak bosh. Në fund ajo foleja është bosh, ata kanë ikur. Vjen një moment në jetë që fëmijët rriten. Dhe në momenti që ti s'ke bërë asgjë tjetër veç se ke rrit fëmijët, është pak problematik, sepse ata ikin.
Kështu që mua piano në këtë rast nuk e dija natyrisht, kjo më ka ardhur rastësisht. Piano më ka ndihmuar shumë që të më mbushi atë pjesë të shpirtit që edhe shtëpisë, edhe të kohës time që ngeli bosh mbas rritjes së fëmijëve. Dhe them se ja ka vlejt shumë momenti që un kam vendosur mos ta ndërpres asnjëherë profesionin tim. Por besoj shumë që dhe për fëmijët ka qenë edhe pse un kam qenë shumë e angazhuar, për fëmijët ka qenë mirë që kam pas një mama të angazhuar. Edhe mama dhe baba që gjithkohës punonin, dhe gjithkohës ishin me plan edhe me detyra dhe me afate dhe me deadline dhe me impenjime, sepse ata vetë e kanë kuptuar që kjo është jeta, që ti duhet të punosh gjithkohës, sepse ndryshe të jesh i disiplinuar. Të jesh i disiplinuar, tulesh dhe ta bësh detyrën nga fillimi deri në fund. Kjo besoj se mirë ka bërë. Ja, besoj që ka bërë shumë mirë. Plotësisht mirë, sepse ne po shohim ditë pas dite, po diskutohen në panelet televizive të ndryshme, po flasim për brezat e rinj, të cilët zor se po e marrin dot edukatën e punës. Për shembull kemi gjeneratën Z, ndoshta edhe parajgjykuar, deri diku që janë nga ata që pretendojnë që do të kenë një sipërmarrje të vetëm, por nuk e shohin dot jetën duke punuar një punë 5-9, ama të kesh një sipërmarrje tënde padyshim që duhet do disiplinë dhe arrit përmes dhe unë mendoj që të gjithë bëjmë gabime kur jemi prindër, sepse nuk ka një shkollë, nuk ka një libër që merr e lexoje dhe ta plotësosh, të gjithë kanë bërë gabime. Nuk ka manual prindërimi. Dhe gabimi im ka qenë, besoj dhe i prindërve të tjerë, që ne kemi rritur fëmijën në atë idenë e lirisë, që ti futesh për piano dhe ti thua, fëmia thotë në mamën që unë nuk dua ta vazhdoj piano, thua, "Okej, si të duash ti." Unë e kam futur çunin në tenis, ai ishte shumë i mirë në tenis. Pastaj me një far pikë tha, unë nuk dua më të shkoj atje. Dhe unë i thash, s'ka gjë, si të duash ti. Edhe gjëra të tjera. Për këtë besoj që kam bërë gabim në edukimin e tyre. Tani reflektoj kështu, sepse mendoj që ka disa gjëra për cilat prindi nuk duhet të negocioj, për të mirën e fëmijëve. Ka disa gjëra që janë muzika, mësimi i një instrumenti muzikor, që është piano, për mendimin tim piano është ajo që duhet ta bëj fëmia, dhe në momentin që ata më thonin që nuk po dua ta vazhdoj, unë mos ti kisha thënë, "Okej, lëra", të kisha thënë, "Kjo është e panegociueshme. Ti duhet ta bësh pianon deri në pikën që ta bësh profesionalisht. Pastaj, okej, mbasi bën 18 vjeç vendose ti se çfarë do bësh." Mësimi një sporti, aty mund ta pyesësh se kush shkon më shumë, se jo të gjithë për shembull duan notin, jo të gjithë duan basketbollin, aty mund të negociosh. Po mësimi i gjuhëve tuaja, i instrumentit muzikor dhe një sporti, për mendimin tim tani, duhet jetë në edukimin e prindërve në mënyrë të panegociueshme. Dhe ka ca gjëra që fëmijët i kanë me përtesë dhe me bezdi, po që duhet futen tek ashtu si shkolla bëhet, edhe detyrat s'kan qef fëmijët i bëjnë me qef. Po kjo pjesë e formimit duhet jetë e detyrueshme. Ja, unë po pres që vajza ime vogël të shkoj 5 vjeç ose 6 vjeç edhe direkt te piano. S'ka. Dhe ti thua që kjo është një gjë që ti duhet ta bësh deri në këtë moshë. Nuk negociohet. Se fëmijët as detyrat duan të bëjnë. Po si arrin fëmijët me ato gishtat e tyre të vegjël, të paformuar akoma ti bien pianos në atë moshë? Ata thjesht përgatisin muskujt, sepse muskujt kanë memorie. S'ka nevojë ti bjeri Tchaikovskit edhe Brahmsit, por të përgatitet që më vonë, dhe piano nuk është vetëm te pjesa e gishtave e muskujve, po është ajo që tham në fillim, e mendimit të dy gjërave në të njëjtën kohë. Ti të bëhesh, të kesh mundësi të mendosh në mënyrë të pavarur në dy drejtime të ndryshme, nuk është pak. Nuk është pak, është shumë madje mendoj goxha. Pastaj ajo që është më kryesorja në edukimin e një fëmie është disiplina. Pra, këtë gjë ti duhet ta bësh edhe kur nuk të jep kënaqësitë menjëhershme. Sepse ne vazhdimisht, sidomos fëmijët, duan që ta bëjnë tani dhe tani ta marrin rezultatin. Piano, instrumenti, sporti i mëson fëmijët që kënaqësia nuk merret tani, po ti do presësh derisa ta marrësh kur ta mësosh. Pra kur të dalësh në skenë. Ti do presësh dhe do të tolerosh dhe mërzitjen. Se nuk është gjithmonë e këndshme të ulesh për ditë në piano. Nuk është gjithmonë e këndshme të bësh stërvitje për ditë. Nuk ta jep për ditë atë stërvitja kënaqësinë. Po. Edhe palestra, edhe yoga, nuk ta jep për ditë kënaqësinë, por ti do mërzitesh sot që më vonë të marrësh rezultatin. Dhe kjo nuk është pak në edukimin e një fëmie. Ti Viola e di që
Unë kam grënë dhe dru për të ullur që të studioja piano. Vërtet, nga kush? Po nga prindrit, nga kush? Okej, kjo nuk është gjë që duhet të... Kjo është e gabuar, besoj, po. Kur them dru, po them në një shpull, ose në një... Në kohën që unë kam qenë e vogël, kjo ishte gjë më normale në botë. Dhe mos vinte nga shkolla ruse, lindore, që detyroje fëmijën me të gjitha mjetet për të ullur. Unë kam pas fatin që prindit e mi nuk e kanë bërë, me thënë drejten. Dhe unë nuk jam për ta detyruar në mënyrë të dhunshme, sepse ajo dhuna të depersonalizon një çik. Dhe ti e lidh atë instrumentin ai është bukur e lidh me një detyrim të dhunshëm. Po, kështu që kemi rastin e Tedi Papavramit, nëse keni lexuar librin që ka shkuar në këtë rrugtim. Dhe i ka lënë një lloj plagosjen, le të themi, në personalitet. Dhe unë nuk dua t'ja jap këtë fëmijëve të mi. Nuk dua që t'i detyroj me dhunë për asnjë gjë. Sepse ka mënyra tjera, më të sofistikume, më të bukura për të detyruar. Unë për shembull studentëve të mi nuk i kam bërtit kurrë në jetë. Edhe mendoj që ti mund, edhe pse janë të mëdhej, okay, nuk kam student që nuk janë fëmijë 5-6 vjeç, po ti mund ta detyrosh edhe duke bindur me fjalë, duke i dhënë një motiv tjetër. Gjëja më e rëndë që i kam thënë studentëve, po që ato e kam parë që i ka vrarë, ka qenë që mbyllë librin dhe dil për jashtë. Se ti nuk je përgatit sot. Edhe po mbas kohën edhe unë edhe ti dil për jashtë, lëre me kaq. Kjo është dhe janë vrarë më shumë se sa po ti kisha gjujt që do të kisha përcimin ta bëja kurrë. Këtë nuk e bën dot mësuesi ose këtë mund ta bëj prindi këtë punën e shpullës. Ai ka bërë dhe mësuesi. Për fat keq po. Në atë kohë ndoshta. Në atë kohë. Po. Ka qenë pra tam nga Rusia. Po nga Rusia është ka qenë ajo që bile unë mbaj mend që vinin jo prindrit e mi për fat madh, po vinin prindrit e thonin mësuesve që gjuaj, në qoftë se nuk e bën godite. Këtë kemi dëgjuar të gjithë në çdo shkollë, jo vetëm në shkollë që hajde mos e gabuar. Dëgjoj Merita, nuk është se na ka bërë aq keq një shpull tani. Le ti themi gjërat siç janë, se të mos bëhemi lule mos më prek kot më kot se. Jo, po ajo dhuna mua më kujtohet një gjë që kam dëgjuar. Vet studimi i një instrumenti është angazhim dhe dhunë e madhe, në kuptimin që do ta detyrosh veten shumë. Është vështirësia e madhe. Të gjej motivin për ta detyruar fëmijën për të ulur. Ktu un kam çeduar, domethënë nuk e kam çuar dot deri në fund. Po një shoqja ime që ka pasur mamin pianiste, Magi Dizdare, vajza e Limos Dizdare. Mami vet asnjëherë se ka rrahur atë. Dhe ajo më thoshte, nuk e di ku e gjente forcën ime më, që më thoshte, tani do laj enët dhe pastaj do dëgjoj ty në piano. Dhe unë thoshte dridhesha. Shkoja me vrapë dhe inshallah s'po bëj ndonjë gabim. Ajo nuk kishte gjetë një mënyrë pa i gjuajtur, pa përdorur dhunë, që i thoshte tani do të laj enët dhe do të dëgjoj ty në piano, pa ma ti mos bësh asnjë gabim. Unë preferoj këtë. Me thënë që ti imponohesh studentëve pa përdorur dhunën. Sepse ka mësues shumë të mirë, të cilët s'ka nevojë ta godasin fëmijën. Të godasësh atë fëmijën në klasë parë, në klasë 2, duket gjëja më e tmerrshme në botë, sepse ti duket tërësisht e patolerueshme që absolutisht e patolerueshme, sepse ai është kaq i pambrojtur para teje dhe ti je komplet një frikacak që i gjon atij. Si ti thjesht mund ta bindësh atë që ne do ta bëjmë këtë, ky është një provim për tu bërë dhe ti do ulesh tani do studiosh. A mund bëhen gjithë pianistë pra ata që nisin që në moshë të vogël? Ata që e kanë muzikën brenda vetes, që i pëlqen muzika, që është 80% e popullsisë, mund bëhen pianistë të mirë. Normal. Është një pjesë 5% që do bëhen pianistë shumë të mirë edhe do bëhen do shkëlqejnë, po sepse kërkon shumë gjëra tjera, për shembull, dalja në skenë është një nga gjërat që jo të gjithë e përballojnë. Un kam 3 fëmijë. 2 prej të cilëve nuk kanë pikë qefi të dalin në skenë, do me thënë të jenë në spotlight i ve në siklet madh, dhe njëra që ku është ajo skena që më kanë ngjarë mua. Unë kam dëshirën të dal në skenë, unë kohët e fundit them, ky është një privilegj, unë mezi pres momentin të dal në skenë. Po jo të gjithë njerëzit e kanë kështu, dhe ata që mund të jenë shumë të talentuar, i mundon skena. Ajo frika e skenës i mbyt, le të themi. Pasur ti një moment vështirë në skenë? Po. Edhe un kam pas një moment në jetë që 2-3 vjet që kam pas frikë të dal në skenë, më shumë mbi zotronte frika. Si e përjetoje këtë frikën?
o do të tërhiqesh në ato momente, po kjo erdhi mbas një aksidenti automobilistik, do me thënë kisha frikë në çdo gjë, edhe kisha frikë dhe dilja në skenë. Frikra duhen përballuar. O duhet t'i përballash, ose t'ikësh, po u përballa dhe e kalova këtë moment. Ne kemi pyetur shpesh aktorët, harron dhe një fjalë në skenë, edhe dikush improvizon, dikush kujtohet prap. Po instrumentistët. Për shembull rasti yt konkret. Të ka shkar në një notë ose në një gabim ose ke harruar në një gjë? Kam harruar në një. Se jam kuriozie si menaxhohet në këtë rast. Thjesht duhet mendosh edhe kjo ndodh dhe studentëve, vetëm që nga mosha njeriu mbas Covidit harron gjëra, po edhe studentët kur janë jo 100% nuk janë përgatitur, pra siguria të ato që dinë nuk është 100%, është 80%, fillojnë harrojnë sidomos dorën e majtë, se melodia nuk harrohet kurrë. Dhe akordet, po. E dini që në një nga konservatorët e Anglisë është një lëndë që quhet si t'improvizosh kur harron. Ka dhe një teori mbi këtë. Sepse është njerëzore që në një orë recital ty nga ato 500 nota mund të shkojnë 499. Dhe si të improvizosh në rast se harron? Të vazhdosh me muzikën, ta lesh, mos trisht kërkosh atë notën që iku, po të vazhdosh përpara me mendimin muzikor, ajo është sekreti. Dhe publiku sidoqoftë do ta shijojë. Është si në rastin e një gabimi, si tham për atë skiatorin, që një gabim tolerohet, po emocione. Beethoven i madh ka thënë, bëj nota gabim, po është e patolerueshme të vish pa emocion dhe pa karakter në skenë. Kështu që momenti që ti përpiqesh të tregosh për mbajtje, nuk ka më rëndësi një apo dy nota që ikin. E bukur. Jo, kështu duhet jetë kudo, besoj, nëse ti nuk tregon emocion, atëherë. Po ju përkthej në mënyrën e aktorit, për shembull, në momentin që ai reciton një poezi, po është gjithë emocion ajo poezia, edhe sikur fjala mos jetë saktë, po të ketë çaluar, është komplet e tolerueshme. Ne jemi njerëz edhe gabimi është i bukur. Gabimet në fakt po është e vërtet na bëjnë bukur. Kurse do toleroni më mirë këtë apo një aktor që thotë çdo fjalë me përpikmëri, po nuk të transmeton asgjë. Kurse si, ne shkojmë për të ushqyer shpirtin. Do preferoni më shumë të emocionohesh nga një aktor se sa të mastim gjithë fjalët që ishin sakta. Nuk jemi aty as me laps, as me letër për të mbajtur shënime, se po të ishim në juri, me gjasa do ishim bërë. Do ishim bërë ose pianist ose. Se mua më pëlqen të dalë në skenë, se kam problem, po që doj që si bie piano. Çfarë bën pianon kaq të veçantë si instrument? Po, tingëllimi i madh, i bukur, që konkuron tingëllimin në një orkestra. Me piano mund të luash një simfoni. Me piano mund të luash çdo lloj muzike dhe ka jo vetëm melodin, po ka basin, ka harmonin, është një tingëllim i plot. Po piano që dëgjojmë tani nuk ka qenë gjithmonë kështu, ka pas rrugëtimin e vet. Fillimisht ka qenë një instrument piano, gjyshja e pianos është clavicembalo, quhet, që është një instrument shumë më minor, shumë më i vogël, me pak tingëllim. Me sa oktava? Me 2-3 oktava ndoshta? Me 4 oktava, varet se ka pas edhe më të vogla, ka pas edhe me 2 edhe me 4. Po kurse si nuk është kjo pianoforte që njohim tani, dhe me kompozitorë që kërkonin më shumë për të nxjerr potencialin e tyre. Për shembull Beethoveni, vazhdimisht janë letërkëmbimet e Beethovenit me ata që prodhonin piano, që kërkonte edhe më shumë kështu dhe edhe më shumë bëheni dhe kështu. Po sikur të kishte edhe këtë, u ndryshua piano, sepse kompozitori shtynte prodhuesin që të kishte sa më shumë potencial. Dhe në kohën e Beethovenit ai shkroi një sonatë që quhet Hammer Klavir Sonata. Pra sonata e parë që krijuar për një piano me çekiça, që njohim ne tani. Sepse deri në atë kohë ishte me pickim. Teli. Ishte pothuajse në këtë mënyrë, kurse çekiçi që njohim ne, goditja, ndodhi në kohën e Beethovenit. Me Lisztin akoma më shumë u zhvillua piano, sepse ai kishte një potencial teknik shumë më të madh, u shtuan oktavat në piano. Dhe duke qenë se ai ishte shumë i fuqishëm në interpretim, piano u desh të bëjë edhe më e fuqishme, të bëjë me atë bëzamentin e hekurit, të shtrihej në 2 metra që piano që njohim sa. Sa kjo tavolina jone ndoshta edhe më e madhe po.
Po, tingëllimi një piano 3 metra, një piano të madhe dhe të fuqishme është jashtëzakonshëm. Është shumë i bukur. Nuk ka nevojë që në interpretime në sken të kesh mikrofon tek një piano e tillë. Normalisht ja. Sepse ajo e ka vetë tingullin të fuqishëm. Ajo piano e madhe 3 metra, ajo mban një sallë, le të themi Carnegie Hall që mban 1500 veta, edhe më shumë. Pa nevojë, pra akustika fare për foni, ajo është një piano që e përballon shumë mirë skenën. Dhe Franz Liszt ka qenë i pari që ka marrë pianon dhe e ka nxjerrë në mes të skenës, e ka bërë pianistin superstar që mund të mbajë një recital të vetmin në skenë. Po pse përpara Lisztit piano nuk ishte Nuk ishte në skenë, para Lisztit piano ishte në kohën e Mozart në sallonet. Po, në sallonet po. Në sallonet aristokrate, në kohën e Beethovenit u hap një çik më shumë koncerti, dilte bashkë me orkestrën ama, nuk dilte piano solo. E kuptoj. Ato sonatet e Beethovenit janë shkruar akoma për një sallë më të vogël. Për muzikë dhome, po themi. Po thuajse për muzikë dhome. Liszti është i pari që e nxori dhe u bë superstar i kohës. Piano star. Piano star, që ato vajzat si bëjnë tani për superstarët, mas kitaristit apo mbas që marrin edhe shkojnë nga mbrapa Beatlesave, shkullin e heqin. Të njëjtën gjë bënin për Franz Lisztin. Interesante. Telat thamë, telat. Edhe dorashkën që ai e hidhte dhe ato e merrnin kështu të entuziazmuara dhe fijet e flokut të Lisztit që i mblidhin. Ai është superstari i parë në historinë e muzikës. Nëse nuk do kishe zgjedhur pianon, cilin instrument do doje të performoje? Jo instrumentat me harqe, nuk luaj me shumë qef me instrumentist partner, po vetë nuk kam ndonjë ëndër të isha bërë violiniste. Do kisha dashur të isha bërë këngëtare. Okej. Më pëlqen çdo gjë tjetër që lidhet me muzikën, edhe kërcimi, kam zili ato balerinat që kërcejnë. Po, nuk e di. Po nëse me pianon jam mirë. Nëse nuk do të ishe bërë fare muzikante, çfarë do kishe bërë në jetë? Mendon? Nuk e di, me thënë të drejtën, tani është vonë për të ndryshuar, po jam e fat që kam zgjedhur muzikën, sepse muzika është arti jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm për të shkuar në shpirtin e njerëzve. Po. Dhe ndoshta edhe një jetën tjetër prap muzikante do isha bërë, nëse do kishte një jetë tjetër. Dhe me që jemi të piano dhe të muzika, çfarë po përgatit në shtëpinë tënde? Cilat janë planet e së ardhmes, çfarë presim? Po përgatis Beethoven. Okej. Që është kompozitori nga më të preferuarit e mi. Është një tripli Beethovenit, është një vepër ku ka simfoni brenda, sepse është me orkestër simfonike, dhe 3 solistë, është vepra e vetme që ka 3 solistë, piano, violin, violoncel. Me orkestrën e radio televizionit dhe me 2 kolegë të mrekullueshëm, Ermira Beshi, që është një violinist shqiptar që zhvillon gjithë veprimtarinë e tij në Gjermani, po një nga violinistët absolutisht më brillant që Shqipëria ka pas ndonjëherë, dhe me një violoncelist Giuliano De Angelis që vjen nga Italia. Do luajmë me orkestrën e radio televizionit një mbrëmje kushtuar Beethovenit dhe do të jetë me 13 mars në Universitetin e Arteve në orën 7. Sa bukur kur çelet pranvera me art. Do të jetë vetëm ju të 3 si ne të 3 si solist dhe orkestra e radio televizionit. Është një tingëllim i jashtëzakonshëm, sepse është edhe një trio muzikore, pra piano, violin, violoncel, po dhe orkestra më pas. Është e vetmja vepër që përmban edhe muzikën e dhomës, edhe muzikën simfonike në të njëjtin vend. Perfekte. Do të shkojmë ta shohim patjetër. Ata bëj një pyetje kështu teknike, se më duket e vogël ajo skena e Black Boxit për orkestër simfonik. Jo te Black Boxit, te salla e madhe. Te salla e madhe, okay, super. Okay. Po keni të drejtë, sepse ajo skena nuk është shumë e madhe. Skena që ti fusin kur themi orkestër simfonike, nuk po themi për 120 veta. Jo. Më pak se 70. Okay, dakor. Po natyrisht një tingëllim me 120 veta është i mrekullueshëm. Po orkestra jonë është më e vogël se aq. Mund të jetë 40, 50, 60. Gjithsesi do jetë fantastike, nuk e vën dyshim. Që do dim ç'do bëjmë në 13 mars. Un po e shkruaj që në 13 mars. Më kujtoj edhe mua, lutem. Do shkojmë patjetër. Sepse kemi nevojë të çlirohemi nga gjithë ngarkesa e ditës, edhe ka formë më të mirë
se sa ta bësh këtë përmes muzikës. Besoj që do të jetë një mbrëmje shumë e bukur, kështu që nëse keni kohë, hajdeni në ndihmë. Me shumë kënaqësi dhe me shumë dëshirë. Ditë premte në orën 7. Me shumë kënaqësi dhe me shumë dëshirë. Perfekt, aq më tepër pranë fundjavës ku të gjithë kemi të domosdoshme. Kaq për tani apo ka edhe plane të tjera që po mendohen edhe do vinë? Unë kohët e fundit kam qenë vërtet me shumë ngarkesë dhe vazhdimisht i them vetes që duhet ta qetësoj pak atë ritmin e punës, po përfundon pastaj kalendari gjithmonë zihet. Ky është plani më i afërt, pastaj natyrisht që kam edhe plane të tjera, disa festivale në Itali që do të jenë me muzikë dhoma, që janë gjithashtu shumë bukura. Kam një program, kam një podcast me Balina Bodinakun dhe Renisa Laçkën për Tefta Tashko Koçon, që besoj që dhe ai do të vinë në Korçë edhe në Tiranë. Është një podcast shumë i bukur që ne kemi bërë në Shkodër, e kemi bërë në Prishtinë dhe njerëzit janë mrekulluar. Është gjithmonë në kuadrin e kujtimit të figurave kombëtare dhe kujtimit e njerëzve që kanë lënë një mbresë në këtë, siç është Tefta Tashko Koço dhe Lesgush për Adeci flitet aty për pianistët e asaj kohe, kështu që kujtojmë figura të rëndësishme të kulturës tonë. Gjë që e tham edhe më përpara, e diskutuam që është e rëndësishme që këtë ta bëjmë kohë pas kohe në format që mund të gjenden, që mund të jenë të ndryshme, pra jo detyrimisht në një ditë të vetme, po mund të shtrihen përgjatë gjithë kohës. Unë e marr si përgjegjësia jon që t'i kujtojmë edhe artistët që kanë lënë bresa dhe kanë sakrifikuar për të ardhur, për shembull Tefta Tashko Koço, ka ikur nga Vjena apo nga Milano ku mund të rinte dhe vjen siç e kemi parë tek filmi Koncert në 36 dhe bën koncert në Shqipërinë e thjesht edhe të pa pikën e traditës, si puna saj Lola Gjoka, si puna saj Marie Kraja. Mund të kishim ne Maria Kalas, po zgjodhen që të vinin. Eksakt. Tu. Mund ta kishim bërë komplet një karrierë të ndërtuar aty ku ishte e ndërtuar, si me thënë, salla. Vendosën të vinë këtu dhe të ndërtojnë një nga fillimi. Dhe për këtë meritojnë një vlerësim të jashtëzakonshëm dhe një kujtim të përjetshëm. Minimalisht. E vërtet. Mendoj që në Shqipëri do vazhdojnë të dalin figura të tilla me këtë forcë sa dikur, me këtë admirim që ne sot e kemi për ta. Po. Ata kanë pasur vështirësinë edhe fatin që të jenë të parët. Nuk është kollaj të ndërtosh rrugë aty ku është kaldrëmi, e kupton. E kanë bërë me shumë art dhe dashuri dhe bravo i qoftë. Nuk e di a do ta bënim ne. Shumë njerëz nuk e kanë bërë, kanë vendosur të shkojnë tek ato rrugë që ishin të ndërtuara. Ata kanë ardhur, kanë ndërtuar një sallë nga fillimi dhe kanë ngrit një traditë nga fillimi. Ne na takon të bëjmë më shumë, të bëjmë me respekt për atë që ata kanë bërë, të ndërtojmë gjëra të tjera, të ecim më përpara. Mua më takon të nxjerr sa më shumë pianistë. Dhe suksesi im si pedagoge është që ata të bëhen më të mirë se unë. Aty unë do të jem pedagoge e suksesshme, që ata të performojnë piano më mirë se çun kanë performuar. Dhe me që jemi tek studentët e tu, më të dalluarit, cilët janë, se mund përmendësh disa emra? Për të cilët ti vërtet i do shumë, edhe i vlerëson shumë për që besoj tani janë në skenat në Shqipëri apo jashtë apo. Unë kam shumë studentë ashtu që do t'i vlerësoja dhe të t'i doja. Kam një studente që është e para që është diplomuar tek unë, që është tani pedagoge në Prishtinë, Lirika Pula. Kam Igli Rapaj që është pianist në Teatrin e Operës dhe Baletit. Kam shumë studentë që punojnë në Universitetin e Arteve, po do dalloja 2 nga studentët e mia që kanë mbaruar si vjet në 2025. Dhe tani janë përkatësisht në Belgjik dhe në Gjermani, vazhdojnë studimet dhe kanë fituar të drejtën të bëjnë masterin aty, edhe pse konkurenca është shumë e madhe. Hepi dhe Nikolën, 2 vajza super të talentuara që i duar shumë dhe më mungojnë fakt si vjet. Por edhe si vjet kam student të mirë edhe që raporti jon është 1-1. Është një pedagog me një student. Ajo orë leksioni, 1 orë e gjys, unë jam vetëm me atë studenten. Dhe raporti jon shkon për te profesionale, bëhet edhe njerëzor dhe s'ke se si mos të ndikohesh
edhe të ndikosh studentin. Kështu që bëhet i ngushtë. Shumë e bukur kjo. Kur kujton në performancat, koncertet, cilin do të cilësoje si më të veçantin? Ato që ato që e kujton gjithmonë. Përgjithsisht performancat kanë secila atë originalitetin e vet dhe kanë veçorinë e vet dhe emocionin e vet. Edhe un kam bërë vërtet koncerte shumë të bukura, le të themi me instrumentistë shumë mirë, me Vikena Kamenicën kam pas momente vërtet shumë të bukura. Kemi interpretuar Winterreise që të dyja jemi prekur të Schubertit, po sinqerisht do të veçoja momentet kur luaj me orkestër, sepse para ca kohësh luajta me orkestrën e Radio Televizionit, Rapsodin që ju thashtë Ferdinand Dedës, dhe ai momenti kur ti konkuron, por sfidon orkestrën, një piano me të gjithë orkestrën është jashtëzakonshëm. Ai është moment që ti je në re. Një adrenalin shumë e madhe. Kështu që unë do të veçoja momentet kur kemi fatin si pianist të luaj me orkestër. Është një ndjesie e jashtëzakonshme. Është ndjesia e një njeriu që është në, siç do thoshte im shoq që merret me fluturime, që je në qiell. Je në aeroplan. Në qiell të 7, thuhet zakonisht. Po, je mbire. Ajo adrenalinë, je si për tokës. Ai lloj emocioni të sjell kur luan me orkestrën, sepse janë 70 veta që luajnë në të njëjtën kohë me ty, dhe është ajo mbushja shpirtërore, le të themi, adrenalina që të jep ajo lloj muzike, dhe ti që sfidon në thonjza tingëllimin e tyre, është e jashtëzakonshme. Hera e dytë që më emocionove sot. Ore ti ç'shketi. Po se ti je pianist dhe e kupton këtë. E kuptoj. Edhe është me gjithmonë veçantë. Jam e bindur që po e imagjinoje në këtë moment. Po, sigurisht. Orkestrën e vendosur aty, pianon nga ana tjetër. Sidomos kur ka gjëra kështu madhështore, janë koncertet e Ramaninovit, koncertet e Tchaikovskit, koncerti 5 i Beethovenit, që ngrihet muzika, janë gjëra kaq emocionuese. Janë sublime, janë me të vërtet madhështore që ato ta mbushin zemrën. Në ato momente duhet thjesht të ruash përqëndrimin që mos të marrë emocionit, të mbushën sytë me lotë, mos shofësh më. Aq emocioni madh është. Ka ndodhur? Po, më ka ndodhur. Si ja bëni kur dalin lotët? Po, përpiqesh që të rikthesh. Se emocionuese është që ti ta përçosh emocionit e tjerët, jo të emocionohesh vetë, se kjo pastaj të zgërlash, po. Kur më ka ndodhur kur kam luajtur Toten Tanz, është një vepër e listit për piano dhe orkestër, Vallja e vdekjes, shumë bravur, dhe në fund fare ja lejova vete, sepse ishte pasazhi fundit, vërtet u emocionova, më mbushën syt me lot, tani mbaroj, kështu që ato akordet e fundit le të mos ta shoh mirë tastierën, edhe shkoj shumë mirë. Perfekt. E keqja është kur të kapsh në fillim ai emocioni. Ajo pastaj bëhet vështirësi për gjithë pjesën, kështu që një nga vështirësitë e profesionit është që duhet kontrollosh emocionet. Nuk do ta bëje dot gjithsesi. Është ke një arsye tjetër pse nuk e bën dot. Se u emocionova. Emocionohesh shpejt për. I mbaj mend saxhot që kam bërë në sallën e shkollës muzikës aty në Vlorë, shumë vite përpara, dhe mbaj mend akoma më kujtohen ato djersët e ftohta. Edhe duart e ftohta nga emocioni. Duart e ftohta nga emocioni. Mirë, Merita, sa i takon kinemas? Shef filma? Shoh filma me shumë qef. Cili është zhanri preferuar? Tani shikoj filma autor me shumë qef. E mendova. Shikoj filma hite që bëhen tani, sepse përpiqem edhe të updatohem se çfarë filmi i ri ka dalë, më intereson. Që mos jesh out, domethënë. Jo, edhe më intereson se me siguri tani që edhe teknologjia është rritur, ke edhe qef ti shofësh këto filmat. Mezi po pres ta shoh Maja të stuhishme, filmi që do dali tani, se kam lexuar dhe romanin. S'ka dalë akoma në kinema tani. Besoj se do të dalë së shpejti muajin tjetër. Okej, shiko. Cili do të qofti pari që del? Kur të dali Maja të stuhishme apo në një film tjetër që të pëlqen, ne kemi një dhuratë për ty nga Kinema Cineplex, është bilet dyshe.
mund të shkosh me një person tjetër, me bashkëshortin, me një mikë zemre, shumë qe. Mikë zemre. Se më pëlqen shumë. Dhe është pa datë. Kështu që kurdo që të dëshirosh për filmin e preferuar, urdhëro ta gëzosh. Shumë faleminderit dhe vlerësoj. Kinemaja është një gjë e mrekullueshme, kështu që. Ne të falenderojmë shumë që gjetë kohën edhe erdhe për të folur për ndjekësit e kinotekës, sepse siç e tham edhe në fillim është e rëndësishme që ditë pas dite të japim më shumë vëmendje artit edhe ti e përmende gjatë intervistës që inteligjenca artificiale mund të bëjë gjithçka, po tek arti nuk e zëvendëson dot dorën humane. Në vërtet. Dhe nëse ne jemi përpjekur sot sa kemi mundur që të flasim për artin e vërtet, siç kemi bërë edhe herë të tjera, mua kjo gjë më bën të ndihem shumë mirë, edhe më bën të ndihem shumë krenar dhe të falenderoj që pranove. Unë ju falenderoj juve dhe sinqerisht, her pas here e harroja që isha para mikrofonit, sepse mikpritja juaj është vërtet e spikatur. Do me thënë e kam shijuar këtë moment si kur isha midis miqve. Të falenderojmë shumë. Hey miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Na ndoqët, mos harroni rribin e sigurimit, mos harroni na ndiqni në YouTube, në Spotify, në Radio Sol, aty në makinë tek 89.0 FM frekuenca dhe siç thot Viola, na flisni në rrugë kur na shihni. Kështu që ju përshëndesim dhe shihemi në kurën e ardhshme. Pafshim. Mirupafshim. Kinotekën sot, drita në çdo skenë. 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon.